Çalon këtu tek ne që ku ndodh një ndeshje Tirana Partizani, pabet mos t'jenë duke ndjekur atë. Do ta shpjegoj unë. Birarit mos t'jenë duke ndjekur atë. Pse biraria e Spiros, Taprumi, e Spiros dhe bashkëpunëtorëve të tij, pse ajo birari mbushet më shumë nga të huaj, se po të vesh aty ka më shumë të huaj. Pse nuk vendasit nuk e përqafojnë të që ne e bram dakord, më lutem e duat Spiron. Po nuk ka, jo se e zgjidhu këtë punë. Dakord, fal koleg, por më lër ta mbaroj të lutem. Pse vendasit tan nuk e kanë përqafuar këtë që ne ram dakord që është simboli i shoqërimit Shqipëria sport. të parit sport në Shqipëri është i lidhur ngushtë me edhe në botë, po sidomos Shqipëria është i lidhur ngushtë me lagjen. 99% e meshkujve që shohin sport në Shqipëri e shohin të lokali lagjës, i cili për shumë vite përpara mund të ketë qenë një pikë për të luajtur llotari në nivele normale. Anglia ka kulturën e pubit, çdo lagje ka pubin e tij, ku shkon edhe 50 vjeçari edhe 30 vjeçari. Në kundërshtim me këtë, Shqipëria nuk ka kulturë pub i lagje sportive, por është lokali lagjes. Në çdo lokal lagje ke lokale sport, në të dedikuara për sportin, që ka 10 televizora, dhe njerëzit shkojnë atje dhe pinë ndonjë birë, nuk shkojnë në pub për të parë një ndeshje. Kjo gjë vetëm kur unë ekipi kombëtar, që shkojnë në një pub në një gjë, ose në një ditë mërkure që bie Champions League në pube. Plus numri i pubeve në Shqipëri shumë i vogël. Dhe nuk pub sport në Shqipëri, të mirëfillt pub sport ka shumë pak. Në Vjen, kam shkuar një herë me dy miqtë e mi, ishte ora 1 drekës, 2:30 luante Arsenal Manchester, dhe një nga pubet angleze të Vjenës ishte plot me anglez, shikonin ndeshjen. Pra nuk kemi në kulturën e pubit për të shku pastaj te sporti. Ne kemi kulturën e lagjes. Ne kemi kulturën e lokalit, pra.